Pas gjithë atyre incizimeve që ishin bërë nga diplomat e gazetar të huaj, brenga e radhës e Bacësimer ishte varrosja e më të dashurve të tij, duke marrë parasysh që forcat serbe ishin në një distancë jo aq të largët dhe kohë pas kohe dhe granatonin. Pasi që në krye incizimit dhe kanë bën fotografi me Këshillit për Drejtat Njerëzit dhe diplomat, ne kemi fillu bortin e Kufova me lejse drunë cilët e kishim përgatitur këtu në pyll dhe kemi varrosur përvërsisht 700 metra nga këtu, ku kanë qëndru ne vetë dhe në vitin 1999, pasi është liru Kosova, e kemi bën rivorrimin dhe kemi vendosur ku janë sot varrës e familjes Deliu. Kemi vendosën si familjar që të hapen varrezat në nivelli vadh, jo larg ku ishte bë krimi. Mirë po, 2 antarë të Deliajve ishin të vranë në lagje, vllai i Merit Ademi dhe baba i Bashkim Deliut, që tash emri më ka ikur. Ai plak 90 kusur vjeçar, bi 90 vjeçar. Neve kemi marrë një vendim si me bashkëftetar të shkojmë të atërhekum Kufomën e Ademit dhe ta bim të varrezat. Ai ishte në korridorin e udhës së Imerit, se para dyrëve të Imerit është gjeti vranë. Në momentin kur e kemi kapur me disa shok Ademin, e kujtoj si sot që në karani prill e forcave serbe shumë afër, edhe po mos tishëm në një sokak, edhe që e mbulonshin drujt, thejrat mëdhaja dhe drujt mëdhej, ato copat të dheut, ato copat i ndali ato drujt që ishin bim naturale, sepse neve në ra dheu sipër edhe nel shumë Kufomën dhe u ram gjithë për tuke, sepse sërt nuk i kishëm më larg se 1 kilometër prej vendit ku ishte lagja. Kemi vazhduar dhe kemi shkuar, e kemi lanë aty, na ka thonë Imeri Leni se do me shku natë gjallë shkaku që është vra vllau. E kemi lanë masi o terru pak me bartë, kur nuk ka më gjujtje. 10 ditë pas varrimit të martirëve, veterani UÇK-s gjeti trupat e pajetë të 2 vajzave të mitura, të cilat ishin masakruar nga çetnikët serb. Kjo është masakër e vazhduar e atyre 2 femrave që i pat. Njëra është 13 vjeçare, kurse tjetra është 16 vjeçare. Kjo masakër ka ndodhur para 10 ditësh. Tek mbram kemi arritë të gjejmë kufomat e këtyre 2 vajzave të cilat kanë qenë të humbura. Me shpresë se do t'i gjejmë gjallë i gjetën të masakruara. Vajzat ka qenë jashtëzakonisht në mënyrë të tmerrshme të vrame. Shihet edhe incizimi prej Associated Pressit, formën që kanë pas vram, edhe në malë të mbulune me dronin, me dushk i kemi gjetun, edhe të djegra pjesë e trupit. Pavarësisht dhimbjes së madhe, pas asaj që kishte ndodhur, Bacësimer kishte gjetur fuqi dhe motiv për të vazhduar rrugën e çlirimit të vendit, ani pse shokët i kishin kërkuar që ai të mos ishte aktiv në frontet e luftës. Komandanti i zonës atërës, Zoti Sulejman Selimi më ofron armatim personal për vetë mbrojtje dhe më thot për hir të asaj që ka ndodhur, je i lirë dhe mundesh mos me kry detyra ushtarake, po më përmirësua amanetin e familjes time në vend, nuk kum pranu dhe ju kum ne qëndru zbashku me shok, kështu që në 8 orë fillon edhe emërtimi pozitave të komandantëve brigadave, të batalioneve, të kompanive, të skuadrave, të tugjeve, edhe mu me emërojnë zënës komandant të batalionit 2 brigadës 113, dhe atë detyre këmë kry deri në përfundimin e luftës. Familja Jashari edhe ngjarja Qeres Likoshan mu më kanë zonë Sloveni. Edhe këtë pamjet e të mërshme, unë i kumë po për mes ekranit në Sloveni shoqatën Mizheni. Edhe mu i me thonë lere eshtë nuk më derë lëtë
për familje teme, sa kom delë lëtë për Jasharavit edhe për Qerezë Likoshan, se nga lërgësia ishte tepër e padurueshme me bojë gjitha ngarkesë. Këtu ngjarje kanë qenë tepër të rënda, po kanë qenë një stimulim për shqiptarë që ata që kanë deshtë dhe kanë deshtë në atë dhevën, thjesht bili pak mirë për ngjatë atyne. Në më konë të gatshëm më sakrifiku sikur ata për atë dhejë. Besoj që të unë kanë lënë gjurmë shumë të mëdha, edhe mendimi jam është që kanë lënë gjurmë pozitive të më homi deshtë atë dhevën edhe më shumë. Vuajtjet e Bacës i merë, shtohen edhe më shumë kur ai merr lajmin e hidhur që vajza e tij Dituria vdes 2 muaj pas masakrës. Unë i kisha 2 fëmijë, që i kisha lënë për kujdesjen e gjyshës vet në fshatin Likovës, ku aty kisha edhe motrën dhe për kujdesja domethënë nuk i mungonte. Mirë po në mëngjes kur zgjohen ka pas temperaturë të lartë vajza, ata në metodat tona në mënu me do tamële me do me largu temperaturën, po s'kan arrit, kështu që Bajrami merr vendimin me marrë me kerë, atëherë s'ka qenë rruga domethënë e pashtrune e zërshme, edhe nga Likosi me shku në Tërdes, ku ka qenë doktori Lutës Goni, doktor Goni Halilaj, edhe me shumë i vizitu me dhonë ndihmë vajzës. Gjatë rrugës, pikrisht këtu ku im tani dikun rreth 200 metra ma nenaj, vajza në rrugës sipër, domethënë ka dhënë jetë dhe kështu që si në shku të doktorit që i ndëtëru më këthy. Lajmin më ka kumtue motra, pikrisht dhonëri, më ka thirrën orë të shtëpia, më ka thirrën, edhe unë i më dalë me dhonër, ku ndesh me shku në Tërdes, edhe na taku këtu në rrugë, më thole është po mund 200 metra që kanë rrugtu ata, na taku në rrugë dhe nuk i ka pas gjysor që ka dhënë domethënë jetë kur e ku më lajmin. Ma unë më taku me kerë na takue, njëri me tjetrin edhe ku më lajmin çështë mënyre, në rrugë. Domethënë ka qenë një vdekje shumë e shpejtë, shumë e papritën, edhe për Bajramin e për motrën time, gjyshën e saj, për mua, për gjithë, po edhe për opinion se një farforme, edhe opinioni ke mishru me figurën e saj si një vojtë 6 jashtë, cila kishte mbejetu atë masakrë të mërshme, edhe ditën që është bon vërrimi saj me 20 nëntorë, më i thonë se ka pasur me qindra njerëz që ishin ardhën dhe kanë marrë pjesë në vërrim saj, sepse ishte ku lufte dhe rrethona të vështira. Baca i merr i emocionuar rrëfen ditën kur morën lajmin për çlirimin e Kosovës dhe si kishin organizuar festën në qytetin e Drenasit, në të cilën për një arsye të fortë ai nuk mori pjesë. Lajmi për çlirimin e Kosovës ka qenë një moment shumë i rëndë, me datën 13 qershor 99-s, i ndjeri tash generali Shabashala, e qënë ushtari në Valdet Sylkën deri te unë të shtëpia dhe thot, thuj merret më na siguru do benzin. Në vërtet një kerë se do benzin e kam, edhe ka gjasa që nesër do i më shdjerë në Drenas me ngrit flamurin, për me 14 qershor. Edhe une zbashkut me Valdetin, qohla nga lagja em dhe shkoj në lagjën Sylke ku ishte generali Shabashala, shumë i respektuar për mua dhe për gjithë që kërë. Edhe bisedoj me Shabanin edhe i them Shaban, në këtë mënyrë se si po ti nuk bëhet, po tash unë për organizoj batalionin, për organizoj 3 kompanit, edhe në mëngjes po takohemi ku janë vorët e hajdarëve, atu ku thy mullën me orë për të na, gjithë bashku. Kështu që dikun ka në 2 natë se këmë qu 2 ushtari deri te Izgjemajli, 2 ushtari këmë qu në Trstenik të nejnë baza, Isës ja këmë thonë për detyre, ka mos që obligim me informu kompanin e dytë bajnësin e kejkuva atje, edhe të nesit me nxes në 6 ora që shkëna lankoheni në ataku të vorët e hajdarëve. Kur kanë fillu disa ushtarën të kërkojnë municion për të festu, atëherë zonë kumpave që kanë fillu të më dopsohen kontë, dhe
Nuk kum pranu me shku me ta në atë fest, nga frika se do t'jo prish që festën, i kum bo thirrje Jakub Mulisit, i cili ka pas 2 djemë të vronë dhe nuk e di ke që i ka djemë të vronë, që të me shoqëroj, ku e falenderim ka shoqënu, kështu që shokët me 14 qershorin shku në Drenas, e kanë ngrit flamurin, ndërsa unë nga Garapolja me Jakubin e kthy, edhe ju madhën gjytevorët ku kanë qenë dëvërues në maheret, ju ku janë sot, im kthy në shtallën që ka qenë e baktive që kanë adaptu me jetun tonë, këna marru do qaj edhe këna që ditën. Kështu që festën e qlirimit, unë e kom festu me 15 qershor, edhe ketë ato në kom lonë për shkak frikës se do t'ja prish që festën shumë. Një vit pas, martirët e familjes Delio rivarrosen në një lokacion tjetër, aty ku pushojnë dhe sot eshtrat e tyre. Pas një viti, e kemi bon rivorrimin, edhe këtu ka qenë prunë imja dhe ma private, e këmë lëshu këtë vend buzë rrugës, mundësia ka qenë me mirë për vizitor, mundësia ka qenë me mirë për familjar, marë me vizitu edhe me përkujdes për mirëmbajtje këtu. Edhe vërrimi ka qenë nashta edhe një ngushtim bukurim mirë për neve, se marrja pjesë e gjithasaj populate, një organizim i tillë i shtetit e institucione posa ishin dalë nga lufta, ka qenë një motivim për jetën e më të thyeshme për neve. Dhe tani pushojmë këtu, me gjithat, e një shlirim kur i shot gjithse. Unë sot e kam dhënten për ata që ende i lypin dhe kërkujnë familjarët e vetë se të zhdukur. Ata kanë edhe marrën se na. Njëzet e 5 vite pas masakrës së tmerrshme mbi familjen Delio, ende nuk është bërë ndonjë hetim dhe ngritje e akt akuzës kundër kriminalëve serb, me gjithë dëshmitë e shumta të cilat u bën publike qysh atëherë në të gjitha mediumet ndërkombëtare. Unë për çdo ditë shoh njerëz që janë shumë zgënjyn, shoh njerëz që s'njihen me ato që e kanë, po unë konsideroj se gjona do të më kthyer në diapazon pak më të gjon, Kosova ka ishtë shumë mirë për mu, si në aspektin ekonomik, socialit të anët, e vetëmja gjonë që për mu është mrapa, janë 2 gjona. Një, drejtësia është shumë largë drejtësis, edhe siguria në Kosovë hala nuk është taj siguria që ne e kërkujmë dhe dumë. Jo, pikrisht të unë i vetëmi shgënim që kam rrinjë, në shpiritin tim kam rrinjë shgënimi i drejtësisë. Drejtësia ndërkombëtare thjesht po ne kanë rru pozicionet viktimës edhe agresorit. Tash një farforme unë po konsiderohen si agresor, ndërsa ata që kanë bën këtë krim konsiderohen si viktim. Edhe në këtë mënyrë nuk ka drejtësi edhe nuk pres kur me pas drejtësi, sidomos për krimet luftës në Kosovë ndër shqiptarëve nuk ka drejtësi, as s'ka me pas mu. Gjurmët veç po shlyhen, dëshmimtarët me 10 dëshmitarë që shihen në kamera të inqizimit që një inqizu para 25 vite sot janë të vdekur, edhe nuk ka dëshmi, dëshmit po shlyhen për çdo ditë. Në kalim thipare tregova që deri në 2007 i kumujtën vegat e granatat dorës në vend ngjarjes këtu, me vetëm një mënyrë që i merr dikush edhe i shfryzon për dëshmi. Sa ato i njek me dorë nga granata, edhe më kaluar gjurmë të gishtave. Mi kanë marrë një ekip i tribunalit Hagës, që më kanë intervistue rreth ngjarjes e këtu, edhe kur gjë më shumë. As nga bashkia nga faktori ndërkombëtar i drejtësisë, pas nga drejtësia kosovare kur gjë s'ka pas më shumë. Gjithë këtë masakër të tmerrshme mbi fëmijët, gratë dhe pleqt, ish luftëtar i lirisë, ish ushtari UÇK-s, TMK-s dhe FSK-s, Afrim Hysenaj, e ka dokumentuar në librin e tij Toka skuq e qiellin zin. Po arsyeja e shtetit tonë edhe institucionet tona mos më u marr më shumë me krimet e Serbisë është lemeritse.
thamë një farforme. Nuk është e pa kuptueshme që deri me sot gjithë ky krim i Serbisë që është bërë është lënë kaq në heshtje nga institucionet tona që me gjithë këto dëshmi që ekzistojnë, me gjithë këto fakte. Nuk po flas këtu në këtë rast vetëm për masakrën e Avrisë. Ka plot masakra Drenica e Kosova. Po jashtëzakonisht pak është bërë edhe për të vramit, po edhe për familjet e tyre. Për shembull, unë vetëm një rast du me cek pa dash me akuzu individualisht askand. A nuk është e tmerrshme në Kosovë sot asnjë rrugë mos me pas emrin e Valmir Deliut. Asnjë rrugë mos me pas emrin e fëmijëve të masakrës Poklekut. A nuk është tragjike sot asnjë institucion shkollor, as parashkollor nuk e ka emrin e Valmir Deliut. Është më së tmerrshme që na vetë nuk po nxjerrën opinion. Pastaj dojnë me akuzu dikant tjetër pse nuk po merret me drejtësinë. Drejtësia edhe vendore edhe ndërkombëtare ka dështuar aspektin e Kosovës. Edhe në një farë forme duke mos e lansuar në opinion krimet e Serbisë. Po mbetet në heshtje edhe lufta e drejtë për drejtë që është bërë këtu. Prej momentit kur e kam pa ngjarjen, kur e kam pa tmerrin në Avrin, gjithmonë më ka mundu diçka, jo që kam qenë ndonjë shkrimtar unë më herët, po gjithmonë më ka mundu diçka që nëse kur gjë nuk mundem me bën, të paktën ta vajnë një biografi që aty në fëmijëve, edhe le të mbetet biografia aty në fëmijëve për brezat tonë mas që me ditë çka ka ndodhur në realitet. Në 20 vjetar kemi arrit ta botojmë librin Toka s'kuq që qiellin nxin, i cili libër i ka gjithsej 7 kapituj, në të cilin përfshihet çdo detaj pothuajse. Këtu janë të përshkruar ngjarja prej momentit që ka ndodhur. Jam i lumtur që ai krim, ai tmerr që ka ndodhur mbi ato familje, mbi ato fëmijë, mbi ato nana dhe mbi ato baballar, është dëshmuar sot me një libër, i cili libër mundem lirisht me thonë se është dokumentim i gatshëm është skenari i gatshëm për ta ngrit një akt akuzë kur do të qoftë në secilën periudhë kohore. Brenda librit është dramë e vërtetë e rrëfimtarëve të cilët e rrëfejnë ngjarjen se çysh ka ndodhur edhe çka ka ndodhur. Botimi i librit është përkrahur nga më me thonë vezëlia e këtij vendit. Kur them vezëlia, e them kuptimin e popullit. Jo është ju drejtu institucioneve kërkesa për financim, po nuk kemi gjetë përkraje financiare. Unë i falenderoj publikisht ata vullnet mirë, ata njerëz humanitarë që kanë investuar për botimin e një ngjarje tragjike, më thonë, që është financu mbi 50% prej kompanisë Vëllezërit Aslani, e cilët vinë nga i njëjti fshat që janë edhe shumë afër me lagjen Deliu, edhe janë shumë njerëz humanitarë, edhe në jetën e përditshme, ata me financimin e tyre dhe me vullnetin e një pjesë të mjeteve janë dhënë edhe prej restorantit Ndranaz, një restoran M2000 që ka qenë edhe ata pjesë të Brisë, janë një pjesë e familjes të Idris Elshanit që janë të ajallarët e familjes Deliu, edhe ata një shumë të mjeteve vetë familja e kemi dhënë, kështu që libri ka pa dritën e botimit fol këtyne njerëzve vullnet mirë që e kanë kuptuar në thelb rëndësinë e dokumentimit të një krimi. Në vendin ku 25 vite më parë, serbët bën një prej masakrave më të tmerrshme mbi shqiptarët në Kosovë. Fatkeqësisht kanë mbetur vetëm disa pjesë të rrobave të masakruarve. Shteti ynë, këtë vend sipas veteranit Afrim Hysenaj, është dashur ta shndrojë në një memorial për vizitorët që duan të mësojnë më shumë për krimet serbe dhe sakrificën e popullit tonë për liri. Jo që është dashur shtetit për kujdeset dhe ta ngrit, ta bëj atë në vend ku është bërë krimi, ta kthej në vend pelegrinazhi për vizitorët. Jo vetëm të bëj, po ta kthej në vend pelegrinazhit. Është e pa imagjinueshme për mua, personalisht, derisa shteti jonë akoma nuk ka ditë të veçantë që mu shënua ajo ditë si ditë kombëtare, për mos me u punua ditë edhe mu shpall si dita e masakrave në Kosovë. Akoma s'ka në shtetin tonë datë që quhet dita e masakrave edhe mu ullë flamojt gjysmë shtizë në shajt në nderimit atij gjakut civil që është derdhur.
Bacaimer Deliu dhe fëmijët e mbijetuar të masakrës mbetën simbol të sakrificës për liri. Secili nga ne, shoqëria dhe shteti ynë, ka obligime ndaj tyre dhe historisë së pavdekshme që bartin pas. Figura e Bacaimer pas 25 viteve është pasyra e lirisë të Kosovës. Është një pasyrë që neve, edhe atëherë kur jemi mas shumë të zhgënjym me ndonjë proces zhvillimeve të shtetit, kurajon, forcimin, besueshmërinë e gjojmë te Imer Deliu. Na jemi të pandashëm, rrim shumë shpesh, kemi komunikim të rregullt, edhe ajo është edhe sot në liri, frymëzim se çysh duhet përmend i shtet, çysh duhet përmend vlleu. Me sakrificën që ja ka dhënë familjen, ai është i pari që neve na jap kurajo për çdo gjë që e shohim që nuk është duke shku aty ku e ka vendin me shku. Fatbarësisht ata fëmijë sot janë në aspekt psiqik, janë shumë mirë, në aspekt shëndetësor janë shumë mirë falë Zotit. Çdo takim me ta është takim emocional. Çdo takim me ta është një ringjallje për neve që pi shohim gjallë. Për arsye se ata jo një herë, po 1 milion herë kanë qenë të vdekur, po sot janë gjallë. Pikërisht pse janë gjallë, kjo shoqëni, ky shtet ka shumë obligime ndaj tyne, ka shumë borxhe ndaj tyne. Na krejt si shoqëni kemi, na në radhë parë kemi si fshat, tash si komunë, pastaj edhe si region e si vend. Ata janë shumë të heshtër, shumë modest, asnjëherë nuk dalin opinion për asnjë çështje me fol, edhe nëse i mundon ku me ditë se çka. Po e kanë kuptuar ata që atë dheu, mos ta përdori thanin e Mitrosh Kotelit që ja u ka thonë fëmijëve të vet. Është një thani shumë e rëndë, po duheni atë dheun. Edhe atëherë kur nuk kujdeset për ju, mos ta më edhe atëherë kur t'ju vret, siç ka thonë Koteli. 25 vite pas, Bacaimer Deliu ka një falënderim të madh për ata që u kujdesën për fëmijët e traumatizuar, si dhe gjithë bashkëluftëtarët dhe gjithë popullin shqiptar për mbështetjen dhe respektin e treguar. Për shkak të traumave të cilat i kanë përcjellë edhe kohë gjatë mas lufte, i më kanë porositën edhe pe një psikologe angleze që u kujdes për fëmijë mas 3 muaj det, që minimum pa i bën fëmija 20 vjet, as mësë mi po verën e ngjarjes, as mësë mi po këtë hallën Shahidi Hysena i cila u ka pastru vart, se ju rikthehen domethënë traumat. Është merit e doktoresh Lines, një angleze, e cila gjithmonë ka kërkuar që s'ka nevojë më publikoj në jam, se s'kum punu për laudata. Është merit e saj që të mija sa t'jelë mirë. Po unë jam falenderus gjithë atyre që nuk përharojnë këtë gjak jo vetëm tonë, po ana kanë Kosovës, edhe për respektu gjakën e derën edhe të kalumen, nuk mujna mi ndërtu të ardhmen. Falenderim veçantë ka fshati im, për arsye se gjatë gjithë kohës më ka nejtë ofër dhe asnjëherë se ku një vetën vetë mund. Të fillu nga Syla, Sulejman Selimi që ka qenë me pozitë më të lartën, e deri te Valdet Syl, që e përmena që ka një ushtar, që ka qenë ushtari për ushtarëve më të ri, gjithë i kam gjanë. Lavdi të përjetshme martirëve të familjes Deliu, abrisë së epërme dhe gjithë atyre që me gjakun e tyre u bën themel i lirisë dhe pavarësisë që sot e gëzojmë.